Suzana, nëse po na dëgjon, linjën po e kalojmë tek ju. Për pak, Suzana do ta dëgjojmë, me pamjet e kemi. Suzana, nëse po na dëgjon edhe njëherë, jemi duke parë pamje nga vendi i ngjarjes, për cilin kemi forë qysh në... Po, Suzan, jemi në rregull, tani po dëgjojmë, kështu që të lutem informacionet e fundit nga vendi i ngjarjes. Lidhja është për ty. Vesatëm thire. Butovci në Matiqan, ku një qytetar gjatë ditës së sotme, i cili ka qenë duke kaluar këndej, ka vërejtur një qese të zezë, brenda se cilës ka qenë një foshnje e vdekur. Me njerë pas kësaj, ka dalur policia në vendin e ngjarjes, ku pak minuta më parë edhe forenzika ishte këto, të cilët e morën edhe trupin e pajet. Se cila është shkaku që sjell foshnja në këtë lokacion dhe identiteti i personit nuk dihet akoma se kush është, por që prokuroria ka filluar hetimet me njëherë pas kësaj ngjarje, e cila ka trishtuar të gjithë ata të cilët e kanë lexuar këtë lajm, po ashtu me njëherë pas largimit të policisë dhe forenzikës, kamionat të cilët kanë qenë duke kryer punë, kanë filluar të kthehen punës, siç po e shohim edhe në atë pjesë. Pra kjo është një pjesë e cila ndodhet në Matiqan dhe është një pjesë e cila ka shumë mbeturina, pasi që është një deponi, edhe që kush është personi që e ka sjell foshnjën nuk dihet, por ajo krejt se çka dihet është që ka qenë në këtë vendin këto, aq sa kemi mujtur me pa edhe ne në momentin kur e mori edhe forenzika trupin e pajet. Mundimi me pa më shumë këtë deponi dhe gjendjen e cilës... Po, vazhdo, Suzan. Po, pra kjo është gjendja e kësaj deponie që gjendet pra në rrugën Butovci në Matiqan, ku si që thash edhe më herët një qytetar e ka vërejtur gjatë ditës së sotme që ka qenë duke kaluar këndej një foshnje, e cila ka qenë në një qese të zezë, por që ka qenë e vdekur. Pra foshnja ka qenë pa shenja jete, po i shojmë edhe pamje cilat i ka dërguar Suzana dhe operatori të shtatë, ku në vend të ngjarjes kanë qenë policia dhe forenzika, cilët edhe kanë bërë tërheqjen e qesës bashkë me trupin e foshnjës, që dyshohet se ka qenë pa shenja jete në ato momente. Ndërkohë që kemi marrë edhe konfirmim nga prokuroria, të cilët kanë thënë, ju njoftojmë se prokurori kujdestar është njoftuar për rastin aktual dhe është në ndërmarrjen e gjitha masave dhe veprimeve hetimore për këtë çështje.